I kthyer në tradit, Bashkia Lezhë organizoi panairin e gjelit të detit. Fermerët u mblodhën në Zadrim, zonën e njohur prej dekadash për mbashtimin e këtij shpendi, simboli i tryezës të natës së ndërimit të viteve. Krahas promovimit të produktit vendas, panairi solli edhe traditën kulturore e gastronomike të kësaj zone. Teksa flasim për vështirësitë që po përballen, fermerët kërkojnë që gjeli i detit të konsumohet gjatë gjithë vitit, ndërsa thonë se çmimi varion nga 7 deri në 10.000 lekë për kilogram. Kjo zonë ka traditë për gjelin e detit. Është një nga shpend më të mirë, më të shijshëm, rritet me bio, me ushqim bio dhe ka pas treg, ka pas shitjes, nga që është i rritur me mall të zonës bio. Po na shesim vetëm një herë në vit, ndërtor, për festat e fundit. Sigurt ishte mushit gjatë gjithë vitit, do ishte shumë më mirë, edhe për atë si e blejnë, edhe për ne si i rrisim. Çmimi vajon si vjet nga 8.000 deri në 10.000 lekë për kilja peshë gjallë. Organizimi është shumë frydhans edhe duhet t'i japim diçka që gjeli i detit mos mes vetëm rajoni Zadrimit, po t'i japim edhe pak më përtej, se realisht ka cilësinë e duhur, standardin e ushqimit edhe gjitha gjanat që ka ashtu. Do ta promovojmë për gjithë Shqipërinë edhe turistat më të. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, thotë se të gjithë bashk duhet të bëjmë më shumë për t'i dhënë më tepër zhvillimit të sektorit të bujqësisë edhe plegtorisë. Mendoj se gjithë institucionet bashkia, Ministria e Bujqësisë, të gjithë duhet të bëjnë më shumë në drejtim të fermerëve, jo vetëm për gjelin e detit, por për gjithçka mundemi, që zona Zadrimi si një ndër zonat më të spikatura në fushën e agrokulturës dhe të kultivimit të gjelit detit të jetë e mbështetur dhe të jetë gjithmonë në fokusin e projekteve të qeverisë. Prej fillimit të muajit dhjetor në Lezhë ka nisur tregtimi i gjelit të detit, teksa në Zadrim mbashtohen rreth 15.000 shpend çdo vit.